ishim mësuar me modelin e një mësuese autoritare, tradicionale, shumë të mira, por pa kontakt personal me nxënësin. Dhe kur pash Gjojën që hyri në mësim, thash që kemi me fat. Sepse ishte modeli ndryshe, do me thënë, përpos pjesës akademike që e kishte me shumë merak që ta shpjegonte deri në fund, kishte një pasion, do me thënë dalloje një pasion shumë i madh. Ne mund ta themi pak duke qeshur, por shumë e rëndësishme modeli, sepse që në atë moment i krijon dikë që do t'i ngjash. Dhe unë këtë gjë e kam vënë re pastaj në të gjithë rrugëtimin tim pas. Me të gjithë modelet që unë kam ndjekur, unë doja të bëhesha mësuese, sepse më pëlqente e gjithë ndërveprimi që krijoj dhe pastaj mbas një javë, mbas 2 javësh të gjithë mezi prisnim orën se do vinte Gjoj dhe përveç mësimdhënies do kishim edhe atë momentin ton personal për të thënë një problem, për të thënë një shaka, për të diskutuar rreth një teme që ndoshta nuk e gjenim dot asgjë kundi tjetër. Sa bukur kur ke fatin të kesh një mësues të tillë, se në fakt mësuesit janë dhe misionar dhe ndryshuesi jete. Mësuesi të ndryshon jetën. Unë mbaj mend një herë që kërkova një nder, i thash unë dua të lë një orë mësimi, të lutem do më ndihmosh, edhe më thotë ke diçka për të cilën do të flasësh me mua? Jo, po kam nevojë. Në fakt unë sapo kisha filluar një punë dhe më pëlqente shumë ajo puna dhe në atë moment isha pak e dyzuar. Dhe mbaj mend që më mori mbas mësimit të nesërmen, tha do të diskutojmë pak diçka, i the shumë po si ke qenë, po si edhe mbas gjysmëore më tha do më thuash me vërtet pse le orën e mësimit. Dhe ky është një model që fatkeqësisht dhe nga ato që ne dëgjojmë sot nuk ndiqet sepse nuk vendoset theksi në kaq shumë gjëra të tjera që të rinj mund të kenë problematika të cilat ndonjëherë duhen trajtuar dhe personalisht, sepse në atë moment ti realisht mund të shpëtosh një të ri i cili është duke menduar një gjë ndryshe vetëm duke bërë një bashkëbisedim. Për ta bërë në formë interaktiviteti unë dua të ndërhyj pak. Diku një muaj para se ta nisnim ne ose të kishte marrë udhë podcasti Labirint në Tru, ftohem tek e diela në rubrikën galeri dhe një ndër pyetjet ishte marrëdhënia ime me nxënësit nga Ed Manushi, që e falenderoj për atë intervistë shumë speciale që më ka bërë. Dhe ajo që më ka gëzuar Eda dhe Juli ishte që te kjo sekuencë unë kam marrë pafund mesazhe dhe komente nga nxënësit. A ka gjë më të mirë në botë se sa nxënësit të kujtoj pas 25 vitesh? Në fakt është tamam realizuar, ndiheshin realizuar, pa. Domethënë Juli ka qenë dobësia ime, që ta dinë të gjithë. Por vetëm unë mund ta bindja për dalë për të sqaruar në një podcast në kohë dreke, sepse tani ajo ka orar pune, për të sqaruar vizat dhe pse emigrojnë të rinjt. Por mbase edhe kjo lidhja shumë e fortë që ka ekzistuar mes nesh dhe e pranoj ftesën dhe e falenderoj shumë që e pranoj ftesën. E falenderoj dhe mendoj